Përshëndetje të gjithë ju të grupit numër 1. Do vendos këtu që ta kujtoni apo ta dini në cilën grup jemi dhe do I hapim letra të shohim çfarë ka për ju. Letra e parë është dinamika, mirëqenia. Perëndori, më fani, derisa po I bjen fije, dhe është letra Oracle dhe 2 të shkopive. Të dashur grupi numër 1. E keni parë shpesh herë në ndodh apo jeta na sprovon kur duhet të vendosim shumë pjesë të ndryshme duhen bashkuar, ta them ashtu. Dhe sikur të gjitha vinë njërësh, dhe puna diçka aty, ca sfida, apo në shtëpi, me partnerin, me kolegët, me veten e juaj, me çfarë do që të jetë është paksa dhe është një lloj dinamike e gjithë kësaj. Kjo letër dinamikës na kujton që kemi aftësinë për ta bërë këtë, për të bashkëtuar me ndryshimet, për të bërë ato të punojnë për ne, t'i kthejmë në favorin ton. Me durim, fleksibilitet, krijojmë një realitet të ri që na përfaqëson absolutisht në së miri. Po në mes të këtij procesi, ta them kështu, del letra e mirëqenies. Na kujton që nuk kemi vetëm sfida të dashur, por kemi edhe bekime. Mundësitë patjetër janë aty. Ndihma është afër nëse është nevoja apo nëse është në rastin e juaj. Bolluku është më pranë se sa që kemi menduar apo jemi duke e menduar. E rëndësishme është të mos e mbyllim veten përballë pranimit. Bolluku kërkon që të lejojmë veten të marrim. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë të dashur grupi numër 1 se shpesh herë mësohemi duke dhënë dhe harrojmë si është të marrim. Në një farë mënyrë krijojmë pa vetdijen tonë një derë të mbyllur dhe prandaj themi sot pa fat jemi se vetëm japim dhe kur nuk marrim. Duhet të jemi të hapur, të mësojmë dhe të marrim. Dhe kjo është ajo. Për të shkuar më tej të dashur grupi numër 1 vjen guximi. Ja ku është dhe ky guxim që lind nga brenda nes, siç e tregon kjo letër këtu. Çdo fillim të ri jemi si një I ri që nisi udhtimin me kuriozitet, por edhe me pasiguri. Rruga është gjithmonë e qartë, por vlen sepse në çdo hap rritemi. Në këtë udhtim të dashur grupi numër 1, tani unë po I quaj udhtim, do të thotë një rrugtimi I rrugës I jetës së juaj, një përvoj, ta quaj ashtu, jo gjithmonë jemi në qendër të vëmendjes, absolutisht. Ndonjëherë si te letra e 4 këtu, ndihemi në pozicione sikur ku shërbejmë në heshtje. Siç është këtu, po I bën punë apo po I shërben këtij personi lart këtu. Por edhe në këto momente edhe këto momente dhe këto gjëra që ndodhin janë pjesë e rritjes tonë. Dikush mund të jetë duke na vëzhguar, duke vlerësuar për kushtimin tonë dhe pa kuptuar jemi duke ndërtuar themelet të forta për të ardhmen. Për çfarëdo që të jetë, kjo gjë ka dhe sfidat në vete në këtë rrugtim që jeni nisur të dashur grupi numër 1 apo qëllimi juaj çfarëdo që të jetë është paksa dinamike, është paksa sfiduese e vështirë për t'i mbledhur të gjitha copsat që të mund të funksiononin në përditshmërinë e juaj, por jeni dhe të bekuar, mos harroni. Dhe aty gjithmonë më thon kur të japin kur të jep Zoti apo universi, kur të jep atë problemin, njësh vend dhe zgjidhja. Dhe kjo është ajo që po e shikoj, sado që sfiduese të jetë, çfarëdo që jeni duke përjetuar, aty është dhe bekimi juaj, po dhe forca dhe guximi. Dhe gjitha këto nga dikush po shikohen, po vrehen absolutisht dhe kjo nuk do të kaloj pa u vënë re, qoftë në familje, qoftë nga partneri, punëdhënësi, sa të ikim dhe lart më spirituale në atë të universit apo Zotit të dashur grupi numër 1. Dhe letra siç thash është tani që e ke parë horizontin, ta them ashtu, je në këtë rrugtim, je duke I përjetuar të gjitha këto, është mirë që të mos mjaftohemi me ëndrat, por të fillojmë të planifikojmë realitetin. Është koha të dalësh nga zona e sigurisë dhe të zgjedhësh një drejtim që kërkon më shumë guxim. Të dashur shpeshherë ndodhem ecje mirë, mos të prishim rehatin e të keqes, ta quaj ashtu. Dhe kjo është ajo zona e komfortit. Mos ta prishim rehatin e së keqes, por nuk po të pyet në këtë rast asnjë a je gati, por nisu
edhe pa pasur të gjitha përgjigjet, të dashur grupi numër 1. Fjalët kyçe në gjithë këtë lexim të grupit numër 1 është balancët, të balancojmë, të pranojmë, fillime të reja, për kushtim dhe absolutisht veprim në çfarëdo që jeni duke dëshiruar, të dashur. Por mos harroni, në gjithë të sfidë ka kogja bekime në rrugtimin e juaj.